Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për ushtrinë, për përgatitjet që po bën jo vetëm ushtria jonë, por edhe Europa dhe i gjithë bota në erën e re dhe rendin e ri botëror të Donald Trumpit, por edhe asaj që po ndodh në Ukrainë për më shumë se 3 vitesh. Për situatën tonë ushtarake, sa janë kapacitetet dhe gjithçka tjetër, do të flasim ditën e sotme duke u ndalur të fokusuar në këtë pjesë të dytë të bisedës pas asaj javës kaluar. Sot do ndalemi tek bazat ushtarake dhe gjendja e tyre. Më mirë se me këto tjetër, këtë çështje do ta diskutojmë me zotin Memush Abilaj, ish inxhinier ushtarak, pedagog në disa universitete, ish drejtor i laboratorit qendror të kimisë dhe funksione të tjera që ka mbajtur. Njohës mjaft i mirë i këtyre çështjeve edhe i kapaciteteve tona ushtarake. Zoti Abilaj, të përshëndes dhe të falenderoj shumë. Përshëndetje. Atëherë do ta nisim me një përmbledhje të përgjithshme, pra ku janë bazat dhe si është gjendja e tyre për të kaluar më pas në detaje. Po, situata sot e kërkon që të flitet më shpesh për ushtrinë, për problemet e mbrojtjes dhe gjithçka që lidhet me dhe gjithë sistemin e infrastrukturës që lidhet me problemet e mbrojtjes. Jo vetëm këtu, por edhe në shkallë botërore, sepse të gjithë po e shohin si po evoluon situata. Situatat kështu kanë ndryshuar herë pas here, nuk është herë e parë që ndodhin gjëra që pak a shumë që ne mund t'i quajmë të papritura. Shtetet serioze përgatiten gjithnjë për situatat më të papritura, ndërsa në ushtri është ligji që ushtria përgatitet gjithnjë për situatën më të vështirë. Nuk e dini si do vinë situatat. Shteti jonë një herë një kohë ishte i përgatitur për të përballuar situatat që mund të vinin në mënyrë të çfarëdoshme nga çdo drejtim. Dhe duke mbajtur një ushtri në këmbë, një sistem të tërë mbrojtës, kishte siguruar dhe mbështetet të kësaj mbrojtje me anë të bazave ushtarake. Bazat ushtarake në përgjithësi ndahen në 3 grupe, ose 3 kategori të ndryshme. Bazat e përgjithshme të furnizimit, bazat strategjike të furnizimit dhe të logjistikës, bazat ajrore dhe bazat detare ushtarake. Ne kemi patur gati 15 baza të tilla, nga të cilat 5 kanë qenë baza të logjistikës, të furnizimit të armativit, ushqimeve, materiale teknike dhe rreshjes e të gjitha shërbimeve që i duhen një ushtrie në front. Këto baza kanë qenë duke filluar nga jugu, ka qenë baza e Turanit në Tepelen, e cila mbronte kryesisht drejtimin e jugut, baza e Beratit, shumë e fuqishme, baza e Elbasanit, baza e Tiranës në Tajt, e cila funksionon dhe sot, dhe baza në Puk, në Mirdit, në Gjegjen. Këto 5 baza ishin vendosur në formë të tillë që të mbulonin të gjithë drejtimet e mbrojtjes. Këto përballonin të gjithë mbështetjen materialo-teknike që i duhesh ushtrisë. Përveç që njësit operative dhe strategjike kishin bazat e tyre pak më të vogla, bazën në formë korpusi ose në formë divizioni më vonë, kur u bë riorganizimi tjetër. Gjithashtu kemi patur 5 baza ajrore, duke filluar baza e Vlorës, e cila shërbente njëkohësisht për përgatitjen e aviatorëve, baza e Kuçovës, e cila funksionon dhe sot, Rinasi, dhe baza kryesore ishte baza e Gjatrit. Këto baza funksionojnë dhe sot dhe janë në vartësi të forcave ushtarake ajrore. Domethënë një nga 3 forcat e ushtrisë shqiptare është forca ajrore. Përveç këtyre bazave ajrore, kemi patur, më falni dhe se harrova bazën e helikopterëve, regimentin e helikopterëve në Fark. Përveç këtyre,
ekzistonin edhe baza të tjera të vogla në formën e aerodromeve operacional, Gjirokastër, në Korçë, në Lumalas, e në disa vende të tjera që mund të shfryzoheshin pastaj sipas kushteve konkrete në të cilat do të zhvilloheshin ngjarjet. Gjithashtu, ushtria mbështetesh edhe nga bazat ushtarako-detare që fillonin, baza e Sarandës, në Limion Sarandës, baza e Vlorës, e cila përqinde Pasha Liman, Sazan, edhe ato objekte ndimse, baza e Durrësit dhe Shëngjinit. Të gjitha këto bazat siguronin mbështetjen e plot të mbrojtjes së vendit, me detyra të saktuara. Kjo është një panoramë e përditshme të sistemit të bazave që kemi patur ne në atë kohë, nga të cilat nga bazat ajrore funksionale ka ngelur baza e Gjadrit, e cila është në konservim, baza ajrore e Gjadrit, baza e Kuçovës dhe të tjerat nuk funksionojnë. Rinasi funksionon si aeroport ndërkombëtar, i cili në një moment të caktuar kthehet në një bazë ajrore. Nëse do Kush kanë qenë bazat sekrete që flitet tani atëherë që kemi pas ne dhe kush është më rëndësishme nga gjitha këto? Kush ka qenë kryetorja? Duke mos hyrë në këto bazat e logjistikës, po përqendrohemi tek bazat ajrore. Baza më sekrete ka qenë baza e Gjadrit. Në Gjadër ishte ndërtuar një sistem i tillë fortifikimi për strehimin e 50 avionëve luftarak. Gjithçka ishte vendosur në tunel. Tuneli ishte në formë uje rreth 600 metra i gjatë, si gjatësi, dhe ku vendoseshin avionët, pjesëndimse, armatimi, shërbimet, ekipi i shërbimit të aeroportit, si dhe të gjithë shërbimet e tjera ndihmëse në funksion të gatishmërisë së aeroportit. Gjithë infrastruktura që kërkon një aeroport i tillë. Kjo ishte një bazë e fuqishme, u ndërtua në vitet 1969-1974. Në 1974 u bazuan avionët për herë të parë. Atje u ngrit një regjiment me kryesisht me avion MiG-21 plus avion të tjerë dhe kanë funksionuar gjatë gjithë kohës. Pastaj me kalimin e kohës kjo kaloi në konservim, sepse u abandonua mas vitit 90 sipas asaj teorisë shkatërimit dhe degenerimit të çdo gjëje në Shqipëri, edhe kjo doli gradualisht jashtë loje. Dhe sot është ajo në ruajtje kujdesin e NATO-s. Është komplet funksionale. Në çdo kohë ajo mund të rikthehet në baza e Gjadrit është në ruajtjen e NATO-s, është funksionale. Po, patjetër, se të jetë për neve do e kishim prishur me kohë dhe do ishte harruar. Po ajo është një objekt jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ka patur një kostër jashtëzakonisht të lartë, se është punuar disa vjet aty për ta ngritur edhe për ta vënë në funksion këtë. Plus shërbimet që janë bërë për ta mirëmbajtur gjithnjë në gatishmëri të plotë të pune. Kush është rëndësia e kësaj baze përveç mënyrës së ndërtimit që ju e shpjegua? Pra pozicioni. Rëndësia e kësaj mund të fillojmë me këtë. Është dhe një nga 5 bazat më sekrete në botë. Gjadri hyn në 5 bazat kryesore sekrete ajrore në botë. Ajo është llogaritur që sipër ka një mal rreth 350-400 metra lartësi shkëmbor, që mund të jepet goditje atomike dhe brenda njësia, teknika, njerëzit të mos psojnë asnjë dëmtim. Pra antibërthamore. Baza antibërthamore. Kaq e rëndësishme është. Dhe kjo është vlerësuar në kohën e luftës së Kosovës, aty u bazuan helikopterët Apache. Domethënë u shfryzuan nga NATO për
u shfryzua eksakt. Sot aty janë këta helikopterët Black Hawk. Janë bazuar vjet, ata lëvizin, kuptohet, po që ajo pavarësisht që ajo është abandonuar si kompletime po diona ndaj po ajo është në konservim. Në çdo moment ajo brenda një dite kthehet në gatishmëri plot. Është një objekt i rëndësisë së jashtëzakonshme. Edhe interesi ka qenë maksimal edhe nga armiqtë përreth aso kohë besoj për të mësuar. Patjetër, janë bërë tentativa të ndryshme për të marrë projekte, informacione e tjera, sepse nga jashtë asaj nuk i bën dot asnjë gjë. Mund t'i hedhësh bombën atomike dhe ajo nuk pëson gjë. Domethënë, ka një ndërtim, mbrojtje edhe zgjedhje të pozicionit të tillë që e bën të jashtëzakonisht të veçantë. Ju thash, ekziston në listën e 5 bazave më sekrete ajrore në botë. Zbresim në Kukuçov, e cila u bë funksionale, por nuk e di çfarë rëndësie ka. Kukuçova ka qenë nga bazat e para të Shqipërisë, ndërtuar për herë të parë është piketuar në vitin 1925 nga italianët. Pastaj me kalimin e kohës e ndërtuan, ata bazuan disa avion të asaj kohe, natyrisht funksionoi gjatë luftës së dytë botërore, mbas shlirimit të vendit u kthye në bazë ajrore. Në fillim është bazuar një skuadrile avionësh me helik në ata të luftës së dytë botërore dhe në 1955 është ngritur regjimenti i parë numër 23 më duket Peza me avion reaktiv MiG-15. Regjimenti i parë ajror reaktiv i Shqipërisë është bazuar në Kukuçov. Me kalimin e kohës, aty u rregullu, zgjerua etj. Dhe u ngrit dhe uzina e aviacionit, e cila është ruajtur sot komplet, plotësisht një nga shanset e rralla të industrisë shqiptare dhe industrisë ushtarake, dhe uzina për mua ka qenë një mrekulli mekanike e asaj kohe kur është ngritur dhe ishte në gjendje të bënte shërbimin e aviacionit tonë. Ajo uzinë sot është e kompletuar, e rregullt dhe mund të ketë nevoja gjëra të vogla kështu, por është gati në çdo kohë për t'i dhënë shërbim gjithë infrastrukturës aty. Dhe natyrisht nuk u përforcua kot ajo baza e Kukuçovës, që u kthye në këtë bazë, sepse ajo kësoj dëmtime nga duke u abandonuar me kalimin e kohës nga shteti shqiptar, por në 97-ën aty pati dëmtime masive të avionëve të teknikës, prishja radar etj. Megjithatë, duke qenë se ka një pozicion të veçantë, ka mundësi zgjerimi i vazhdueshëm i kësaj baze dhe kushtet e lejojnë, dhe duke patur dhe një uzinë pranë, ajo merr një rëndësi të veçantë. Pra përveç uzinës që ka pranë, kush është rëndësia tjetër ndryshe pra siç bëm vlerësimin e gjadrit? Në këtë rast në Kukuçov? Për neve ka rëndësi të veçantë sepse ne e kishim lënë pas dore mbrojtjen ajrore, bile ligjet tona më se të çuditshme mbrojtjen ajrore ja kishin kaluar Greqisë dhe më vonë Greqi, Itali, dhe ne nuk kishim asnjë aftësi mbrojtëse ajrore për vendin tonë. Domethënë, ishim praktikisht zero në këtë drejtim. U kthyhem në një kohë të çuditshme. Dhe ngritja e kësaj baze me këmbguljen edhe të qeverisë, edhe të bashkëpunimit me NATO, bën që NATO investoi $51 milion, më duket mua aty, bëri një ristrukturim të plot të bazës. Ajo tani është funksionale, e pajisur mirë, është ngritur një infrastrukturë e mirë për t'i shërbyer, dhe aty pak avion janë tani, por në një moment mund të shtohen sipas nevojës që duhet,
që paraqit situata dhe të përhershëm aty janë helikopter Black Hawk, gjuajtës F-35, gjuajtës F-36, Eurofighter, të cilët sigurojnë një, të paktën për neve, një mbrojtje ajrore që jo çdo njeri mund të hyjë edhe të bëjë çfarë do në hapësirën tonë ajrore. E para, e dyta, ajo është përcaktuar si bazë taktike e përparuar e NATO-s në Ballkan. Domethënë ka një rëndësi të veçantë. Këto dy parametra që ka baza janë të rëndësishme për mbrojtjen ajrore të vendit tonë. Sepse ne arritëm në një kohë ku nëse keni dijeni juve, një pilot grek, pensionist, merr një avion ata me helik me një shpejtësi të ulët, niset nga Korfuzi, bën 6 orë udhëtim, Saran, Delfin, Lesovik, Përmet, Korç, Berat, kthehet në 6 orë rrugë, në çdo qytet, në çdo fshat hidhte trakte për politikën e Vorjo-Epirit e Kudion, dhe nuk i tha njeri gjysmë fjale, po me sa di unë, dikush në Delvin, kur e pa që një avion grek vinte vërdall andej këteja, mori një çifte e qelloi se shteti nuk ekzistonte. Unë është e parë që dëgjoj këtë. Jo, ta dish mirë se u bë problem edhe në parlamentin e nderuar shqiptar, që çfarë na ndodhi dhe ku ishim katandisur. Ndërsa tani kemi një njësi operacionale, ajo është efektive, e pajisur me të gjithë sistemin që i duhet. Aty janë shtuar tani dhe ata dronët Bayraktar që kanë ardhur nga Turqia dhe baza kryen detyrat funksionale në vartësi në përbërje të NATO-s dhe të detyrave që ka nga NATO, detyrat për mbrojtjen tonë, njëkohësisht bën dhe detyra në shërbim të dikasterëve të tjerë të Ministrisë së Brendshme e Kudion me radhë mbrojtjes kufirit e Kudion me anë të vrojtimit nëpërmjet sistemit të dronave. Ishte edhe kryeministri pak ditë më parë në këtë situatë, në një vizitë. Po, ajo sot ka një efektiv rreth 350 veta më duket mua, si ashtu mund të kompletohet edhe të shtohet edhe më tej. Aty përgatiten edhe kuadro të rinj, specialistët janë të gjithë llojeve që duhen, jo vetëm për avionët, por edhe për gjithë sistemin e informacionit elektronik e tjerë, të kontrollit të përgjimit të filmimeve e tjerë. Domethënë u kthye në megjithmonë një bazë, ajo është relativisht e vogël sepse thash, për ne mjafton aq, po ajo në një moment kthehet merr atë zhvillimin e plot të saj. Domethënë është gati, ajo edhe mund të zgjerohet se është fushë vendi aty, nuk është ndonjë problem, nuk paraqet ndonjë vështirësi të madhe, do mund të bësh investime të tjera dhe neve na siguron këtë mbrojtje që se kishim, që e kemi patur, e braktisëm dhe u rikthyem prapë. Kështu që kjo është për mua është baza kryesore sot aktive që na siguron një dinjitet ajror të këtij vendi. Për të zbritur poshtë në jug, ku kemi disa me këtë do ta nisim. Kush është më rëndësishme në kryesorja në jug? Në jug, përveç me që jemi dhe bazat ajrore, ne kemi bazën e Vlorës, e tij në çdo kohë mund të kthehet, pavarësisht që atje është abandonuar e tjerë, po flitet tani për ta rigjeneruar dhe atë ish shkollën e aviacionit e tjerë mund të bëhet diçka. Njëkohësisht do ngrihet ai aeroporti i ri, i cili do shërbej. Aeroportet janë gjithnjë në kohë pa që shërbejnë për bukuri, për punët e ditës, ndërsa në një situatë të vështirë ata menjëherë kthehen në bazë ajrore. Domethënë këtë ka Vlora. Pastaj diçka të tillë mund të përshtatet edhe në Gjirokastër, e cila është në plan, dhe në Delvin, që të gjitha këto kalojnë pastaj në vartësi të forcave ajrore të Shqipërisë. Dhe po e mbyllim me këtë drejtim, mund të përdoret edhe aeroporti Kukësit e tjerë, por Cili ka mbetur jashtë loje në fakt në kohët e fundit.
Po, aty përplasen interesat të caktuara të ndryshme që e lën atë që t'jetë jashtë loje. Po, për të rikthyer në jug atëherë, po baza e Pashalimanit se ka një kështu turko-grek në distancë aty. Baza e Pashalimanit dihet për të ja shkruar libra, historira, filma, e ku diun, domethënë një nga bazat më të rëndësishme që kanë ekzistuar në kohë në vendin tonë dhe i ka shërbyer mbrojtjes së vendit dhe vendit. Pashalimani është shumë i vjetër, domethënë me emrin e vjetër Jeriko ose Orikum flitet 2400 vjet përpara. Si objekt që të hoqi vëmendjen, ka qenë shfrytzuar domethënë si bazë nga ata strategët e mëdhenj të ilirëve, të Piros e Pirit dhe të Aleksandr Molossit, i cili në Itali. Kanë bërë fushatat në Itali dhe baza ishte kuriozisht ka qenë Gjiri i Vlorës. Aty janë kisur nga Oriku. Që atëherë, pastaj kur erdhi Turqia në Ballkan, punë e parë përfundoi në Vlorë 1431 shit. Pushtohet Vlora nga turqit dhe piketohet ai që mori emrin sot Pashaliman, si baza kryesore për të avancuar pushtimi turk në Itali. Pastaj me kalimin e kohës ka kaluar dorë më dorë në dorë të turqive, të venecianëve, të grekëve dhe të 1920-ën Evropa ja fali Italisë. Ja njofi Italisë Sazani. Dhe ne kemi rimarrë në 1924 me shlerimin e Vlorës, disa ditë më mbrapa u shlerua edhe Sazani. Dhe ju kthye Shqipërisë. Pastaj, me kalimin e kohës filloi të fortifikohesh. Kishin bërë italianët fortifikime për interesat e tyre. Mori një zhvillim të veçantë si pikë kryesore në Bregdetin shqiptar. Dhe që një pikë që kontrollon lëvizjen në kanalin e Otrantos. Kjo vlerësua edhe nga strategët shqiptar, po edhe nga strategët sovjetik që sepse ne duke hyrë në Tratatin e Varshavës i bashkëpunonin me të gjitha drejtimet për problemet e mbrojtjes. Dhe fortifikimi kryesor i Sazanit është bërë në vitin 1950-1960. Pastaj vazhdoi dhe në mënyrë të veçantë është përforcuar fortifikimi në vitet 1975-1980. Kryesisht në drejtimin e ish kryeministrit dhe ministrit mbrojtjes Mehmet Shehut, i cili i kostoi një kujdes të jashtëzakonshëm Sazanit. Dhe përcaktoi një grup pune nga oficerët më të mirë që kishte ushtet, dy zëvendësministra, Bajramane dhe Mendu Backa, që ishin mjeshtra të veçantë në artin ushtarak. Dhe ata bën një plan operativ dhe strategjik të përgatitjes së Sazanit për të përballuar çdo lloj situate. Dhe atëherë në këto vitet 75-80 u bë fortifikimi kryesor i Sazanit. Aty arriti në një të ndërtohesh, si të thuash, një qyteze e vogël, jo e vogël fare, se kishte gati 10.000 veta. Me ushtarë, me familjet ushtarakëve, me ushtarë, me tjerë, me personelin e nevojshëm që i duhesh kësaj baze. Kishte një sistem mbrojtje të kundërajror, bregdetar, me radar e tjera, një mbrojtje të përsosur. Aty ishin bazuar edhe një regjiment 4 silurus dhe të gjithë sistemi ndihmës mbrojtës për ata. Dhe bënte, ne mbureshim dhe thoshim që Sazani është kala e paprekshme. Ishte e pamundur të zbarkojë. Dhe dinin të gjithë komshit tanë
pozicionin dhe rëndësinë e Sazanit. Nga kjo anë. Por Sazani për Vlorën ka një kuptim tjetër, sepse Sazani është simboli i Vlorës. Dhe simboli i Vlorës dhe i trevës së Vlorës dhe i Labërisë. Dhe për Sazanin janë bërë luftra, janë bërë përplasje me Italinë edhe me Evropën që në fund ja fali Italisë. Pra ka qenë simbol dhe krenari i Vlorës. Dhe sot diskutohet që këtë vend me këto probleme t'ja falim dikujt tjetër që ta kthej të bëj biznes. Pra u fitua me luftë, po jepet me paqe. Po, kështu që Sazani në dokumentat romake është përmendur 2600 vjet përpara si emër. Ka mundësi të ketë emrin nga fjala gur, saso italisht, sepse një historiani romake përmend me këtë emër Sazan shumë 3 shekuj para erës së re. Pra është një emër që ka tërhequr vëmendje shumë shekuj para erës së re. Çfarë mund të themi për pjesën e tuneleve? Nëse kishim antibërthamorët në Gjadër, po këtu edhe diçka tjetër për Sazanin, meqense Sazani u praktis si qytet ushtarak. U çmontuan të gjitha sistemet mbrojtëse, bile ato artilleria rënd e cila ishte betonuar në pozicionet e luftimit, është nga që nuk ishin mundësi për t'i hequr për televizion, i prenë dhe i rrëzuan në det. Edhe prende i morën për t'i quar për skrap. Shikori se çfarë është bërë. Megjithatë, për Sazanin është bërë një luftë ndërmjet llojeve të ndryshme të mafjes, mas viteve 90. Dhe planeve politike, se kush do ta mirte Sazanin ta kthente në pronë private, pronë personale. Dhe kjo luftë ka filluar në 90-ën, vazhdon dhe sot. Diku në heshtje, diku underground, por përplasjet janë të mëdha dhe aty në vitet 95, 1995-2000 janë ofruar shumë investitor, gjoja investitor për ta shfryzuar Sazanin për qëllime për biznes me i fjalë. Duke ngritur me idenë për të ngritjen e kazinove, ngritjen e bazave lundruese për këta kumargjite e të tjera të kësaj natyre. Dhe në të gjitha rastet kërkohesh nga këta super miliarderët që vinin për ta marrë Sazanin, kërkohesh që të merrë Sazanin, gjiri i Vlorës të kthesh në liqen ndihmës të atyre pronarëve të kazinove, dhe vlonjatët të lëviznin me leje, të merrnin leje nga ata nëse donin të lëviznin në gjirin e Vlorës. Domethënë këto kushte skllavëruese kanë dashur të vënë dhe këto do vijnë prapë, sepse ne kemi një përvojë shumë të hidhur dhe të keqe nga këto koncesionet që ka lëshuar politika shqiptare. Po përmendim disa, ndofta s'është momenti, por po them që ne pësuam rënd me ato historinë e Cezit, ku na morën një 1 miliard euro, një grup hajdutësh dhe ikën dhe jo vetëm që morëm gjë, po jemi të detyruar të paguajmë sanksione, sepse ashtu i bëri shteti kontratat. Apo ke tecin e Vlorës që ka ngel një ku hargjohen me $10 milion, hargjohen me $10 milion të tjerë për mirëmbajtje dhe nuk ka punuar asnjë ditë dhe s'ka për të punuar dhe tani merret vendimi që të kalojë për skrap. Pra këto janë kontratat që bën politika shqiptare. Kjo kontratë do të bëhet dhe për Sazanin. Nuk ma ha mendja që të ketë ndryshe, sepse politika shqiptare nuk di të mbrojë interesat kombëtare, di të mbrojë interesat personale të veta. Mendoni që do bëhet realitet ai investim atje?
ai realitet do bëhet, bile është bërë përplasje ndërmjet shumë bizneseve të mëdha për ta kapur Sazanin dhe çudia më e madhe është që parlamenti jon që sa gjëra i zvaris me një kohë të gjatë këtë ligjin për Sazanin e bëri me urgjencë të madhe. Dhe gjëra që bëhen shpejt, dihet pse bëhen. Nuk është puna sepse që të mos shfrytëzohet Sazani apo në një vend tjetër për qëllime përfitimi, për të ngritur biznese tjetër, është puna si do bëhet. Çfarë interesi ka Shqipëria, çfarë do përfitoj, sepse nëse do vi një super miliarder ta marri, ta kthej atë në pronë private, të bëjë atë investimet ai bën për interesin e vet, dhe të sklavaroj gjithë krahinën aty dhe të mos lëri asnjë vlonjat të lahet në plazh sepse ai detin do ta marrë në një sipërfaqe të caktuar. Atëherë ku qëndron patriotizmi dhe interesi që ka Shqipëria për ta dhënë këtë. Duhen bërë kontrata serioze dhe me përgjegjësi, jo si këto që kemi bërë deri tani, që ne kemi dalë vetëm me humbje. Po në këtë momente do na interesonte më shumë ta mbanim Sazanin për mbrojtje apo ta jepim për biznes? Sazani mund të jepet për biznes, pa problem, nëse i jepet seriozisht, nga njerëz të përgjegjshëm, nga një shtet i përgjegjshëm, nga një politikë e përgjegjshme. I jepet dhe nxit para në interes, jo për xhepat e politikanëve. I jepet në interes publik. Por ata që do në nënshkruajnë dhënien e Sazanit duhet të mbajnë përgjegjësi ligjore dhe jo të ikin në drejtim paditur, të mbushin xhepat me paratë dhe të çajnë ferrën e tikin. Të jepet dhe Sazani në një moment mbrojtje menjëherë kthehet në objekt mbrojtës. Nuk është problem fare. Pra, përveç pjesës investimit biznesit, mund të investohet edhe pjesa e mbrojtjes. Le të bëhet investimi, por investimi duhet të jetë i kontrolluar nga shteti shqiptar, jo nga horrat që vinë nga kanë nga lloj-lloj. Unë kam patur rast, kam takuar të tipa të tillë që kanë ardhur e kanë vënë kushte. Nëse vendosim ne këtu, vlonjatët duhet marrin leje që të rrinë në Vlorë. Do deri këtu. Sepse ata vinë me një mendje madhësi skllavëruese. Gjejnë këta politikanët tanë, të cilët janë gati të japin çdo gjë vetëm të marrin sa para dhe pastaj pasojat vinë mbrapa. Investimet duhen bërë, të shërbejnë popullit, të jenë të sakta, të jenë me përgjegjësi dhe ata që do vënë firmat të mos ikin në drejtim të paditur, po të japin llogarinë nëse kontratën e bëjnë gabim. Zoti Abile, çfarë ka mbetur tani atje përveç tuneleve? Në Sazan s'ka asgjë. 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 Domethënë, atje janë çdo gjë që është e betonuar aty, asaj s'ke ç'i bën, por që armatim teknik, mbështetje e tjera, infrastruktura është lënë pas dore, sepse klanet politike kanë bërë luftë me njëri tjetrin kush ta shtinte në dorë Sazanin për interesat e veta. Edhe sot vazhdojnë dhe dihen shumë mirë emrat e personave të tjera, bile janë përzier gratë e politikanëve për të ngulur këmbë në Sazan, për ta kthyer në pronë private. Janë përfshirë dhe gratë për ta shtirë në dorë. Për ta shtirë në dorë. Domethënë që kur filluam këto historitë e demokracisë tonë, deri më sot Sazani ka qenë në qendër të sherrjeve dhe problemeve të politikës shqiptare. Megjithatë, për t'u dhënë për të mbushur xhepat e tyre. Megjithatë nuk arritën deri tani. Po çfarë i pengoi që s'arritën deri tani që mundte që investitori tjetër ta arrijë? Pra çfarë i pengoi këta deri tani? I pengoi konkurenca me njëri tjetrin. Domethënë duke azgjësuar njëri tjetrin, shpëtoi Sazani. Natyrisht kanë patur edhe një ndërhyrje nga jashtë, kryesisht nga amerikanët që të mos preken. Sazani dhe disa objekte të tjerë që kanë shpëtuar. Se të ishtë për këtë politikën tonë, politika jone ka vërtetuar që është gati të shkatërrojë çdo gjë për interesat personale. Ndërkohë që janë vetë amerikanët tani që vendri Trump. Amerikanët u interesuan zyrtarisht për Sazanin që në vitin 1995-96.
tentativat e para ata qenë të atyre që në Sazan dhe në Karaburun të provonin efikasitetin e fortifikimit tonë. Duke bërë bombardime me raketa nga anijet, nga aeroplanet e tjera. Patën sa mosmarrëveshje me shtetin tonë e tjera, në kohën që ata përgatiteshin për problemet e Kosovës. Domethënë që atëherë dhe nuk lejuan që të hynte derje dosa në pronësimin e Sazanit. Zotja Abile, çfarë mund të themi? Sepse do e kishin kaluar në Kumar që atëherë. Po për bazat e tjera që një pjesë janë nxjerrë nga plani përhapjes në jug, pra janë kthyer për turizëm ky, ndoshta është egzageruar pak turizëm gjitha. Ndoshta ju mund përmendni edhe para Porto Palermo, hapja e derës së Melit. Ngjitur në Vlorë ekziston Pashalimani që përmendëm me gjëra. Pashalimani u dëmtua shumë në ngjarjet e 97-s. U dëmtuan rezervat, teknika e tjerë. Domethënë u ra në mëshirën e fatit. Megjithatë, më mbrapa filloi një farë stabilizimi me interesin e qeverisë turke, u bën disa investime, jo investime të mëdha, po u mirëmbajt dhe u frenua shkatërrimi i infrastrukturës, qoftë uzinës, se ka patur një uzinë mekanike jashtëzakonisht të mirë, edhe i anijeve tjera, edhe një pjesë e armatimit, pati grabitje të mëdha, domethënë ran dorën e turmave, u prishën rezervat e mëdha të karburanteve, të ushqimeve, pjesëve këmbimi, këto, duke rënë në dorë të turmës çdo gjë që nuk i hynte fare në punë turmës, vetëm që duhet marrë nga magazina. Për shembull, pjesë të këmbimit që nuk përdoren në asnjë vend tjetër, i rrëmbyen e i nxuar në pazar, nuk i blente njeri. Mirë ushqimet hade që i konsumuan apo karburantet që rrëmbyen e tjera. Pra, psoi një dëmtim të rëndë. Megjithatë, u frenua, u filloi të marrë veten dhe ajo është, mund të kthe, sot ajo prodhon kështu anije patrullimi, është në gjendje të prodhojë skafe për turizëm, është e ka marrë veten dhe mundet të shërbejë edhe ekonomisë edhe mbrojtjes. Çfarë do thotë nëse jepet dorë Turqisë në këtë? I lihet dorë lirë, përballë edhe kemi Greqinë dhe konfliktet e vjetra midis tyre që ata e citojnë dhe si një rreth. Konfliktet kanë ekzistuar dhe do ekzistojnë gjithnjë. Dhe Turqia është aty prezente në mënyrë të tillë për të treguar që jam unë këtu. Edhe ju të tjerët rrini larg, kuptohet. Ajo si bazë në funksion të detyrës së saj si bazë NATO-s shërben për të gjithë NATO, kryesisht për amerikanët, për flotën amerikane, italiane dhe angleze. Dhe grekët nuk mund të futen dot që të ngulin në një gorgj aty, të thonë jemi dhe ne këtu. Dhe prania e Turqisë është gjithnjë për të mbajtur larg Grekun, në një formë ose në një tjetër. Këto janë forma të caktuara diplomatike etj. Për që Sazanit mos bëhet tre e forcave antishqiptare ose synimeve antishqiptare. Ajo në çdo kohë menjëherë mund të kthehet në gjendje të plotë, plus ndihmën që ka nga komplek konfiguracioni geografik i pozicioni geostrategjik i Pashalimanit është krejt i veçantë. Nuk gjen dot tjetër në mesdhet. Porto Palermo? Kemi Porto Palermo. Porto Palermo u krijua vonë, relativisht vonë, filloi nga ndërtimi në vitin 1969, me sa kujtoj unë, vazhdoi deri nga viti 1977-78. U punua shumë, ishte një terren shumë i vështirë dhe u zgjodh atje pozicioni për shumë arsye. Arsye kryesore është që në ndecet dhe një pjesë e flotës luftarake
të mos ishin të ngushtuar brenda gjirit të Vlorës, po të kishin një liri dalje më të madhe në detin Jon dhe Mesle. Thellësia e ujit e bën të mundshme që nëndesja vjen deri në breg, ose një anije tjetër, qoftë edhe tonazhi i lartë, sepse deti është i thellë, 40-50 metra në bregdet, aty në atë zonë. Puna ka qenë e vështirë, kuptohet, të hapësh një tunel që në vit të drejtë është 700 metra, është një punë shumë e vështirë, në teren shkëmbor, dhe projekti u bën në bashkëpunim me kinezët, dhe si fillim kanë marrë pjesë edhe specialistë kinezë në ndërtimin, në konstruksionin e bazës. Drejtimi është bërë nga Mendu Backa, që ka qenë një nga ushtarakët më të zotë që ka patur shtëria njëkohësisht, dhe një ndërtues shumë i zotit, se ka qenë specialist i veçantë në fortifikim. Një njeri i respektuar në të drejtim. Dhe pasi u zhvillua një pjesë e punimeve, ndodhi që nga shkëmbinjtë rrithë ujë. Shumë zgavra rrinin ujë dhe pengonin punimin. Kinezët u dorëzuan, po qëndorë. Nuk mund të vazhdohet më ky objekt të ndërtohet. Është e pamundur. Domethënë u bën përpjekje të shumta dhe nuk ashtu. Atëherë në drejtimin e Mendu Backës u riorganizua grupi i punës me inxhinier të ndërtimit. Aty unë kam patur plot shok që inxhinier ndërtues që kanë marrë pjesë direkt në ndërtimin, që në projekt dhe në ndërtim. Dhe e zgjidhën edhe këtë problem. Ato që se bën kinezët e bën vetë shqiptarët. Që nuk e bën kinezët e bën shqiptarët. U zgjidh problemi me vështirësinë atë është. Dhe u përfundua si objekt. Kinezët pastaj u larguan kur u prishën marrëdhëniet e tjera, u vazhdua. Aty ishte llogaritur që të futeshin 4 nëndese. Futen në një drejtim, dalin në drejtimin tjetër. Gjithë sistemi është i mbrojtur nga pikpamja atomike, domethënë me mbyllje hermetike nga të gjitha anët, plus kodra shkëmbore që është lart për ballon, goditje për thamore. Pra është një objekt me rëndësi strategjike. Brenda është kompletuar me gjithë sistemin e nevojshëm elektrik, mekanik për të kryer të gjithë manovrimet. Aty bëheshin sot skemë furnizimi i anijeve brenda. Kompletimi, armatosje, riparimi, bëheshin të gjitha brenda. Efektivat ishin flinin brenda në, kishte kapanone brenda në tunel. Ishte ndërtuar një sistem filtr aerosës për të mbajtur lagështinë konstante e tjera që duhet. Pra ishte një objekt i jashtëzakonshëm. Nga pikpamja strategjike, ata specialistët e huaj të kësaj fushë që e kanë parë, kanë folur me admirim. Ajo mund të shfrytëzohet sot si objekt turistik, puna është që ajo duhet të mirë mbajtur në këtë drejtim që me njëherë të kthehet përsëri në destinacionin e saj. Të kthehet? Po, sepse unë kam dëgjuar aty historitë nga ato historitë tona që janë të pafundme, që u ngrit një grup që vendet shmontonte të gjithë sistemi mekanik për ta çuar për skrap. I bëjnë propozime qeverisë, edhe i thonë që nuk duhen atje bëjnë justifikim nga të çuditshmet për të shmontuar. Atje është bërë një investim i jashtëzakonshëm dhe një ndërtim dhe një sakrificë e madhe për të ngritur të gjithë atë sistem shërbimi brenda. Ato skepsej ashtu, se kanë kosto të jashtëzakonshme. Plus montimi i tyre që është
Ato mund të përmirësohen e mund të mirëmbahen, të mos ndryshken e tjera, të mos lihen pazore. Ato pas 30 vjetëve që i kishte lënë politika jonë të mbyllur atje, para kur i hapën, u hapën, funksionuan të gjitha njëkohësisht. Gjithë sistemi funksionoi. Pra, duke mos qenë mirëmbajtur. Po ta mirëmbash, le të hyjnë të dalin turistët dhe të kënaqen atje dhe të paguajnë biletën atje për të hyrë për të dalë. Edhe ato para të vënë në arkën e shtetit, jo në xhepet e deputetëve. Dhe po t'jetë nevoja të e kthen kur të duash në një objekt luftarak. Është i pavdekshëm ai, nuk e që bën. Pra me gjithë të pasuri që kemi nga veriu në jug, me gjithë të baza, por as në ndese jo, pa as një avion nuk kemi. Pra është fusha bosh. Ne ju në nështruam teorisë së gjendjes zero. Dhe detyrimisht, kur hedh parrullat të tilla, çdo gjë shkatërrohet, populli u kthye në një turm të papërgjegjshme dhe bëri ato që bëri. Është populli, pra është turma, është klasa politika apo individ veçantë që na thollën këtu? Ato i përgatit politika për qëllime të caktuara dhe pastaj i hedh te turma. Turma është e papërgjegjshme, kthehet në një moment e papërgjegjshme, jo vetëm tek neve, por ashtu mundohet edhe në Amerikë nesër po t'i lësh atje. Hiq policin atje dhe shikoj se çfarë mund të bëjnë atje populli. Atje që do gjesh më shtëpi bardh atje, nuk do e gjesh më. Pra, politika mori këtë detyrë, ju dha kjo detyrë që të shkatërrojë vendin, dhe vazhdon ta kryej me saktësi këtë punë. Kemi një kast politike, për të thënë e papërgjegjshme është pak, po është një kast anti-shqiptare. Sepse gjithë veprimtaria nga 90-ta deri më sot ne shikojmë që ka qenë kundra interesave të Shqipërisë. Kundra. Çfarë mund të thuash ti tani? Ndërtohen tazëne, marrin këto që lakohen për ditë, nga këta djeksat, incineratorët. Paguajmë porra që lozin kumar në bankat në ato kazinot e Zvicrës, incinerator nuk ka, dhe ne me kontrata të bëra mirë e bukur, paguajmë porra që bredhin andeja. Llogarit? Këto janë gjëra më të vogla, por sa kosto e një baze ushtarake mund të ndërtosh 100 incinerator. Këto nuk ndërtohen dot. Kanë konsumuar djersën, mundin dhe paratë e popullit dhe që janë ato objekte. S'kam për të ndërtuar dot më. Zoti Abidaj, besoj se do kemi mundësi ndoshta për të folë një tjetër herë për një çështje tjetër, por ju lutem, duke qenë se jemi këtu, më jepni një koment edhe për pjesën e tuneleve në pjesën tjetër të Shqipërisë. Bunkerët u prishën, por për pjesën e tuneleve. Tunelet kanë qenë pjesë e jetës zakonshme të Shqipërisë në vitet 70-90 të shekullit të kaluar, sepse kishin shumë funksione. E para një do siguronin mbrojtjen e ushtrisë, mbrojtjen e popullsisë dhe mbrojtjen e të gjitha të mirave materiale që mund të ekspozosin dhe shkatërroheshin në një moment të agresioni. Dhe ka patur në të gjitha qytetet, bile dhe në fshatra, ke dhe sot tunele. Në qytete ishin masive, duke filluar nga ato strehimet e thjeshta të lagjes, po kishte edhe tunelet me cilësi të jashtëzakonshme. Për shembull, dhënkomanda e përgjithshme, e cila ndodhet në mal, në dal. E kompletuar në mënyrë të përsosur me të gjitha. E mbrojtur nga pikpamja atomike, e mbrojtur dhe nga veprimet e armëve dëmtimit mas, nga helmet, nga mjetet bakteriale dhe tjerë. Izoluar komplet. Funksiononte dhe mirëmbahesh nga një ekip nga laboratori jonë në mënyrë të përsosur. Me një sistem ndërlidhje, furnizim uji e tjera.
pa sill një si shembull. Po tunelet sekret ose më të mëdha ku janë vendosur? Kjo është për shembull një ishte vend komanda e përgjithshme, një tjetër ishte për komitetin qendror. Ashtu në zafër për qeverinë, për tjetër. Ndërsa në për rrethet ishte detyruar që të përgatisje vend strehime për të gjithë sistemin e drejtimit të vendit aty. Komandat, administrata e tjera, bile dhe spitalet do futeshin në tunele dhe janë dhe sot. Në mënyrë të veçantë këto qytetet kufitare, Korça e ka dhe sot atë sistemin e mbrojtjes ku objektet, domethënë elementet kryesorë futen në strehim, ku janë spitalet e gjitha në Kuk se kështu me radhë. Kanë qenë bile ndërtoheshin edhe kopshte brenda sepse jeta ato vazhdoi. Kërkon edhe kopshte, edhe maternitete në strehim, sepse nuk e dim se sa do vazhdoj lufta. Në mënyrë që njerëzit mos sakrifikohen dhe të azgjësohen dhe të rrinë në mëshirë të fatit në breshërinë e bombardimeve. Dhe këto tunele kompletoheshin, nuk mund të bëheshin të gjithë të një niveli cilësore e tjera, por kompletoheshin gradualisht. Kryesorja ishte që të siguroje jetën e njerëzve. Pastaj vinin të tjera. E këto i kene çdo. Komiteti qendror ku e kishte në Zavher, më thanë? Një ishte në Zavher, i kompletuar. Mund të hyje atje, izoloheshe nga bota e jashtme dhe aty kishe filloje që nga telefoni e gjitha shërbimet e tjera i kishe. Pastaj ishin strehime që janë dhe sot këtu. I kemi në qendër të Tiranës, tek kryeministria, tek ky hotel Rovrënie, komiteti qendror e gjitha këto, kanë qenë sisteme të lidhura që funksiononin në tokë. Kontrolloheshin, mbaheshin dhe ruheshin gjithnjë për rastin më të vështirë. Dhe politika tani interesohet sepse si dihet thonë atë, kaq e din ata që në një moment të vështirë le t'i ruajmë këto që të futemi neve. Sa të marrin pasaportat e të ikin jashtë shtetit. Edhe t'ja mbajnë. Pra, pavarësisht një pjesë e madhe janë dëmtuar, sidomos atyre që janë në përlagje në qytetet e vogla me ato veprime nga më të ndryshme, dikush e mori si pronë, dikush e shkatroi, dikush bëri një ndërtim e fshiu, po mund të riorganizohen edhe ti kesh nesër pas nesër në përdorim. Dhe këto janë detyrat e një shteti të përgjegjshëm, që i interesojnë Zotja Bilaj, por për ta mbyllur këtë bisedë, më lejoni t'ju pyes për një marrëveshje që është firmosur së fundmi mes Shqipërisë, Kroacisë edhe Kosovës. Marrëveshje me bazë ushtarake, por nuk e ka atë 5 të ndërhyrjes si të NATO-s, por sa e rëndësishme është kjo marrëveshje? Serbia është alarmuar, mund të përfshihet këtu dhe Bullgaria, në media është folur se ka qenë në plan edhe Malizi, për është tërhequr si pasojë një qeverie me ndikim pro-rus dhe pro-serb atje. Pra, si shikoni aleancat ballkanike? Me sa di unë, kjo është një marrëveshje ndërmjet Kroacisë, Bosnjës dhe Kosovës. Kosovës edhe Shqipërisë, pa Bosnjën. Bosnja ka ato problemet. Bosnja ka ato problemet që ja kanë lënë zvarr, vajti 30 vjetë dhe nuk i zgjidhi, nuk e lë njeri i zgjidhi për arsye të caktuara që vinë ande nga Evropa ato direktivat. Dhe puna është që aleancat të tilla kanë qenë krijuar, do krijohen dhe nuk përbën asgjë të veçantë. Dhe Serbia nuk ka pse të alarmohet aq shumë, po se Serbia duke qenë gjithnjë një shtet agresiv, nuk do që të tjerët rreth rrotull të marrin masa mbrojtëse për vete të tyre. Serbia hyn në aleancë atje ku i do qefi, edhe me kë do i do qefi, dhe nuk le të tjerët që të marrin masa mbrojtëse. Besoj që një
iniciative tillë nuk është me mendjen as të Kosovës as të Shqipërisë, kuptohet është me një shtytje më të largët në mënyrë që të ekzistojë ky koalicion. Le të ekzistojë teorikisht, qoftë edhe thjesht me marrëveshje. Por nesër pas nesër këto marrëveshje mund të kthehen në detyrime reciproke me njëri tjetrin për të mbështetur. Krijimi i kësaj aleance nuk i intereson fare Serbisë, sepse Serbia në kohën e Titos e quante vetë superfuqi të Ballkanit, e ruajti këtë edhe pak vite mbas viteve 90, po sot nuk është në atë gjendje që të komandojë dhe ta heqë veten si superfuqi të Ballkanit, dhe megjithatë nuk i intereson dhe nuk do që të tjerët të bëhen bashkë dhe të jenë më të fortë, sepse Serbia asnjëherë s'ka ndryshuar pikpamjet e veta që kur është krijuar si shtet, ka qenë gjithë një shtet agresiv që ka shqetësuar gjithë një Ballkanin. Nëse Ballkani është konsideruar fuqi baruti nga të tjerët, fuqia e barutit ka qenë Serbia dhe Greqia. Shqipëria, Bullgaria, Kosova, Malizi, Kroacia nuk kanë qenë asnjëherë shtete agresive dhe s'kan patur potencë në këto drejtim. Domethënë këto dy vende kanë gëzuar gjithnjë mbështetjen e Evropës për interesat e Evropës dhe kanë qenë, si të thuash, iniciatorët e çdo konflikti në Ballkan. Dihet që Serbia ishte dhe iniciatore e shpërthimit të luftës së parë botërore, sepse ata terroristët serb të dorës së zezë vranë princin trashëgimtar austro-hungarez në Bosnjë. Me disa aleance Turqi, Serbi, Greqi, pra Turqia në këtë mes. Turqia nuk bën aleanca as me Greqinë as me Serbinë. Pavarësisht nga marrëdhëniet diplomatike që diku përmirësohen, diku ftohen etj, por Turqia nuk hyn kurrë në marrëveshje as me Greqinë as me Serbinë për historinë e gjatë që ekziston ndërmjet këtyre vendeve. Pra mund mbështetemi tek ky partner. Te Turqia, po, pa diskutim. Domethënë, ai mban rregullin në Ballkan. Sepse Serbia nuk e ka ndryshuar asnjëherë atë teorinë dhe idenë për ekspansion, qoftë ndaj Shqipërisë, qoftë ndaj Bullgarisë. Edhe me Bullgarinë ka probleme, duke filluar me Maqedoninë e tjerë, se s'po hym në këtë problem. Po kështu është dhe Greqia, që s'ka ndryshuar asnjëherë. Ajo thotë dua Shqipërinë deri në shkumbim. E thot sot, e ka në planet Ministria e Mbrojtjes greke gjithë një, e ka në shtabi i përgjithshëm, e ka në strategjinë e vet. E di dhe qeveria jon që s'ndihet. E di dhe NATO që Greqia ka këto ide. Nuk ka ndryshuar në një gjë tek to, as te Greqia as te Serbia. Për Malin e Zi sot është një vend i vogël pa potencë. Domethënë edhe të jetë në këtë marrëveshje, edhe të mos jetë nuk ngren ai pesh, sepse edhe ushtrinë ka të fare të parëndësishme, plus edhe vetë ndërtimi dhe përbërja e popullsisë aty është aq heterogjene sa është pamundur të krijosh një bazë tek Mali i Zi për një marrëveshje serioze. Ndërsa edhe Kroacia, shteti i vogël është, po ka investuar. Ka investuar dhe ka një politikë të qëndrueshme mbas ngjarjeve që kaluan në shekullin e kaluar, problemet me shkëputjen nga Federata e Jugosllavisë, Kroacia është një shtet i stabilizuar. Dhe mund mbështetesh me të kooperosh dhe është krejt normale të lidhësh marrëveshje, përveç marrëveshje ekonomike dhe marrëveshje në fushën e mbrojtjes. Zotë Abile, nuk e prekëm. Kanë një industri shumë të mirë, ushtarake, plus industrinë e pjesën tjetër
të aviacionit, avionet nga Franca të gjeneratës fundit. Kroacia, domethënë, me sa di unë, ka bashkëpunuar edhe me Korenë e Veriut, e ka marrë teknologji e njerëz specialistë. Pajisje dhe e mban sistemin e industrisë ushtarake në gjendje pune, aq sa i duhet. Zotë Abilaj, nuk ju pyeta, nuk folëm në këtë bisedë për Maqedoninë. Ka një rrezik shpërbërje, një rrezik ndarje, pra sa aty duket sikur është konflikti i ngrirë. Në çdo moment, fundvitin e kaluar, nga debati për gjuhën, pati disa incidente Kumanov, duket sikur është vetëm një shkëndit, duket sikur do situata aty. E dim të gjithë që se nuk dua të hyj tani në një fushë që s'është i mirë sepse është problem diplomatik. Po e dim të gjithë që Maqedonia është një shtet heterogjen, është me malloma. 1/3 e përbëjnë shqiptarët. Jo, thjesht shqiptar. Dhe duhet të gëzojnë të drejtat e tyre si komunitet i rëndësishëm aty me gjuhë me të tjera që me shumë vështirësi i kanë siguruar. Po ka një influencë të madhe politika bullgare, sepse Bullgaria është pretendente e Maqedonisë, që ka ato teoritë e saj që është deri këtu shtimja e tjerë e tjerë. Ka një komunitet turk, të tjerë të vegjël që janë aty dhe Maqedoninë e ngriti Evropa sepse i duhesh që të thoshte botës që mund të ndërtohen edhe shtete kështu me malloma. Edhe fakti është që ai shtet nuk zëvon. Që do prishet ai nuk diskutohet. Sepse tani popullsi që kanë qenë shumë herë në armiqësi me njëra tjetrën, i mbledh në krijon një konglomerat për t'i mbajtur urdhë të përdashu, po kjo nuk ka perspektivë. Ju tha që do prishet nuk diskutohet. Por pjesa shqiptare i Bashkohet Shqipërisë, Kosovës apo një shtet vete? Ne kur na ndau Evropa, që na bëri kështu si jemi sot, ne kemi qenë një shtet, një vend i tërë dhe një kombësi e tërë dhe u ndam në 4 copa. Në takon që të kthehemi prapë atje ku ishim, të mblidhemi bashkë të gjithë. Të kthehen gjithë popullsia shqiptare të mblidhet. Kjo duhet të jetë perspektiva. A do arrihet kjo duke hyrë në Evropë, kur ne do ta gjejmë veten të bashkuar në Evropë, a në një formë tjetër? Tjetër punë, po ne është e drejta jonë si kom që ne jemi të bashkë. Dhe s'ka asnjë arsye që të mos jemi. Janë këto dasitë që na kanë krijuar politikat e kohës që jemi në këtë gjendje. Sepse edhe Gjermania u nda më dysh mbas luftës 2 botërore, po gjeti metodën dhe u bashkua. Vietnami u nda më dysh, u bashkua, e plot të tjerë. Ka ngelur Korea me probleme të caktuara. Dhe neve që jemi të ndarë në të gjithë këta shtetet kufitare. Zotë Abilaj, të pretendojmë, të kërkojmë, mos sot, nesër pas nesër, ata që janë patriotë, atletarë dhe politikanë me vizion, duhet punojnë për këtë. Edhe një pyetje të fundit kam për Greqinë që folët pak më lart. A ka mundësi në të ardhmen ju shikoni një perspektivë që mund zgjidhen problemet nga pretendimet që kanë ata tek çështja, kemi kufirë jo vetëm detar, por edhe piramidat, edhe toksorin, probleme tjera, ligji i luftës, çamëria, pra ka shanse që të zgjidhen këto probleme? Këto nuk kanë për të zgjidhur kurrë, sepse pala greke nuk do që t'i zgjidhi. Le të shton diplomatët tanë, politikanët tanë, që vënë lëpien e se vilosen në Athinë, ku diun bëjnë ca marrëveshje anti-shqiptare, po t'i kapësh në themel, edhe vënë hapin ato historitë e detit e ku diun që ato janë të mbylluar me konventat ndërkombëtare, s'kemi punë ne pse i ngasmojmë. Me konventat ndërkombëtare ne kemi vepruar rregullisht në kohën e monizmit. Si ndarja e kufirit të detit ka qenë sipas rregullave ndërkombëtare. Çdo ndryshim që është bërë nga OKB-ja për vija detare, ne e kemi zbatuar shumë korrekt. Ne s'kemi pse i hapim telashe vetes, siç bën qeveritarët tanë, që vajten të diskutojnë punën e detit. Ajo është nuk e kemi vendosur ne, ka vendosur bota. Dhe s'kemi pse ndërhyjmë ne.
Ato janë vendosur nga OKB-ja. E fundit ka qenë komenda e 1172-shit, zgjerimi i detit deri nga 12 milje në 15 milje ku dion, erdhi me vendim të OKB-s. Dhe ne kemi vepruar vetëm brenda këtyre komendave. Asnjëherë nuk kemi shkelur në një komendë ndërkombëtare. Dhe pretendime që ngër Greku nuk është puna që i ka ngritur sot, se i ka ngritur vazhdimisht dhe do t'i ngrë. Përderisa vajti 80 vjet që ka mbaruar lufta dhe Greku thotë nuk heq ligjin e luftës, shikoj që se çfarë pretendime shka ai, që nuk do të heqë ligjin, nuk e heq për arsye sepse e do si gosht dhe Nasradini ta ketë sa herë t'i dali problemi. Sepse duke patur problemet e brendshme që Çamëria, ku rreth 3 milion njerëz në Greqi flasin shqip. Ata e dinë shumë mirë këto. Dhe u kanë mohuar të gjitha të drejtat shqiptarëve. Nuk i lënë të flasin shqip vetëm në shtëpi dhe fshetas. Ata arvanitasit. Plus problemin e kufirit, mirëmbajtjes së vizë kufitare e tjera, ata nuk duan që t'i rregullojnë. Dhe s'kan për t'i rregulluar sepse i kanë si thosh pretekst për sherrë të mëdhenshme. Dhe unë habitem me politikën shqiptare që është ose servile ose naive që i ha të gjitha ato shashkat që hedh politika greke. Natyrisht, nuk mund të kundërvihemi hapur e tjera, po sipas normave ndërkombëtare. Tani fqinjin e mirë do ta respektosh, fqinjin e keq do ta durosh, po në fund të fundit do t'i tregosh dhe vendin deri ku e ka. Zotja Abila, unë të falenderoj shumë për të bisedë të gjatë, për gjitha shpjegimet që u dha dhe informacionet për gjithë pasuri ushtarake që kemi pasur, po për fat keq ashtu sikur e thatë edhe ju, me konstatimin që bëhet kjo klasë politike e shkatroi duke na lënë qeft hapur sot. Të falenderoj shumë. Edhe juve ju falenderit për bashkëpunimin.